Shëndetje të gjithëve, ne jemi Trade Castlevania, si çdo javë ne jemi takuar me Irdin, me Henrin, ku do të diskutojmë për tregjet financiare, do të flasim për kripto, do të flasim për stocks, për forex. Ne nuk kemi mundur të realizojmë podcastin javën e parë për shkak të disa angazhime personale që kemi pasur, por këtë javë jemi rikthyer dhe nuk do të ketë më mungesa, shpresoj në të ardhmen, pasi kanali jonë është gjithmonë në rritje dhe ne po mundohemi që këtë kanal ta bëjmë numrin 1 në Shqipëri për tregjet financiare, pasi nuk ka tjetër që flet për tregje financiare, por edhe po të ketë, ne do të jemi on top, do të përpiqemi shumë. Edhe kështu që ju kërkoj ndjes për javën e parë që kemi munguar, por do të diskutojmë këtë javë çfarë ka ndodhur me tregun gjatë këtyre 2 javëve të fundit, çfarë presim të ndodhë javën e vijim, sepse kemi parë që tregu ka qenë i pavendosur, edhe stocks edhe kripto, por do t'i analizojmë në vijim. Shëndetje çuna. Përshëndetje Kleo. Faleminderit. Po tregu ka qenë në një moment i pavendosur, një moment që po shtrëngohet çmimi. Për mua personalisht është diçka pozitive se do marr një anim shumë shpejt, apo jo. Është ky shtrëngim mund të quhet si një far squeeze ose një konsolidim, akumulim, varet se si po zhvillohet. Do ta mbulojmë këtë gjatë podcastit, kur të diskutojmë analizën teknike, por dhe pjesët e tjera. Po duhet të filloj herë me lajmet dhe eventet si gjithmonë, analizën fundamentale, eventet kryesore. Jordi, ndonjë përmbledhje nga ty? Atëherë kjo javë ishte javë e qetë për sa i përket tregjes lëvizjes së çmimeve. Ka qenë me volatilitet të ulur, nuk ka pasur ndonjë kështu, por për lajme ka qenë plot edhe java e kaluar gjithashtu. Kemi pasur Jerome Powell që deklaroi që rrugë do të tërhiqet dhe po ja kërkoi Trumpi, ekonomia është e qëndrueshme, tarifat kanë sjellë një pasiguri, por prap ekonomia amerikane tregohet e fortë, edhe lajme që dolën pozitive, job markets doli pozitiv këtë javë, vlera e retail ishte pozitive, 1.4%, që pritej goxha më ulët. Kështu që marketi duket i pasigurt për tarifat. Kina vazhdon luftën me Amerikën, ka bllokuar importin e gazit dhe naftës nga Amerika dhe nga shtetet të tjera tani. Amerika ka çuar tarifat 245% me Kinën, që s'ka më kuptim domethënë, sepse mbi 100% është pothuajse e pamundur të bësh tregti. Paka shumë këto, marketi ka pritur, ka qëndruar flat, pothuajse gjithë javën. Javën e kaluar kishte volatilitet, por në fund të javës e mbyllën flat, gjithashtu. Presim atë zonën 5.7 S&P që të shkojë, po ecën shumë avash, që kemi ngjesur në një stat të 5.3, 5.2, pothuajse gjithë javën. Kemi pasur pastaj problemet me Trumpin, si gjithmonë, që çfarë thonë një ditë, nuk thonë një ditë, edhe marketi më mirë po pret, edhe po rikesh, që po them edhe ne, që kemi thënë. Paka shumë këto ishin përgjithsisht. Sa mund të thonë një lajm tjetër këtu. Po, kishte edhe për housing market që është i pasigurt në Amerikë. Kishte dalë data që 40% këtyre kontraktorëve për ndërtimin e shtëpive janë të pasigurta. Që edhe kjo domethënë duket sikur e gjithë bota është e pasigurt për momentin, edhe po presin çfarë do bëj Trumpi, çfarë do bëj Kina. Besoj se kur lidhet marrëveshjet, kur kemi një pasur më të qartë do vendosë tregu, janë pozitive për Amerikën apo negative. Po, ke drejt. Kurse javën më parë patëm dhe core inflation data, që dolën shifrat e inflacionit që dolën më të ulta se sa priteshin, që diçka pozitive. Të ishim në një treg që nuk ka pasur ndërhyrjen e Trumpit me tarifat. Mund të ishte 6500 S&P atë. Eksakt. Do na fillonte një trend për lart, sepse paka shumë po sigurohet ajo fjala e Jerome Powell që ose parashikimi që kanë tregtarët e tjerë që në qershor do ulen normat e interesit në Amerikë, duke ulur më afër dhe duke bërë më afër te 2% inflacioni. Kjo është ajo që ishte kyç për javën e kaluar. Për mua duket ajo shumë e qartë që kemi një situatë që çfarë do lloj lajmi që del tani për tarifat do vendosi animin e tregut, si pozitiv si negativ. Tregtarët janë shumë të ndjeshëm ndaj lajmet dhe jo nga informacionet ekonomike më.
duhet të dinë gjendjen e tarifave. Si intereson inflacioni, nuk intereson gjendja e retail sales, nuk intereson asgjë derisa të dinë se çfarë do Punësimi ndodhë. asnjë që ishte problem, domethënë para 1 muaj, 2 muaj, tash janë të gjitha për tarifa. Kjo dhe për arsye sepse çdo gjë bëhet nga tarifat. Po shikoj shumë dokumentar domethënë se si linja prodhimit në Amerikë, pavarësisht se 20% e eksporteve vinin nga Kina, atë 20% janë një pjesë e një produkti shumë të rëndësishëm të prodhohet në Amerikë ose domethënë një vit, një gjë e vogël që është shtritur çmimi 200%. I bën këta prodhuesit e vegjël dhe fabrikat e vogla shumë të varura domethënë nga tarifat. Edhe është bërë shumë problematike. Kam parë që edhe disa kanë shparë falimentin që tani për muajin e parë. Po janë rritur kompani që po falimentojnë ose po shpallën dhe falimentimin dhe kjo është një shenjë negative prapë që lidhet me tarifat. Por kjo akoma nuk po ndihet impakti te punësimi, që është diçka interesante që për mua është pak e çuditshme. Po pra sikur s'po marrin datë, ndoshta është edhe pak lag punësimi, ndoshta duhet para edhe kjo. Ndoshta dhe kjo është situata që falimentimi i bizneseve nga tarifat mund të sjellë problem të punësimi atëherë krijon le të themi këtë ciklin e ndoshta probleme me recesionin që mund të ndodhi, është për të parë situata. Pastaj për tarifat do të thotë që është bërë një gjë që mendoshe që ishte Amerika kundër gjithë botës, po shfaqet avash që është thjesht Amerika kundër Kinës dhe mendoj negociatat me BE-n, me shtetet e tjera si India, Vietnami, këto do rregullohen shumë shpejt edhe do bin dakord. I vetmi problem që shohun është që Kina nuk po përulet, duket se ku po jep zemër edhe të tjerave të kërkojnë marrëdhënie më të favorshme me SBA. Jo që SBA-ja s'po e pranon më sa duket, që pa më data e lajmi që janë edhe takimet me vendet europiane po ngadalsohen, domethënë nuk po arrin në një konkluzion. Dhe kjo duket se ka vënë Amerikën në një pozicion shumë vështirë për negociuar. Po është për të parë situata. Sa më shumë që zgjat kjo situatë, sa më me problem do bëhet për ekonominë amerikane dhe globale për mendimin tim. Nuk do jetë thjesht një problem. Për këto domethënë që pak tarifave do shihet ndoshta nga maji qershori kur të dalin datat, nuk ka iki bie për shumë që të kemi një pozicionë më të qartë, domethënë se kanë ndikuar tarifat. Sa tash në prill. Po. Po fuqi të plot. Po. I gjë tjetër është që kemi të ardhur tani të bizneseve që do dalin të javë dhe javën tjetër. Janë earnings report që do dalin për 3 mujoshin e kaluar. Do shikojmë edhe pak impaktin e ardhjes së Trumpit, se jo vetëm tarifat ka ndryshuar Trumpi, por edhe taksat. Ka filluar që të modifikojë taksat dhe gjërat e tjera në administratë, impakte e tjera. Do shikojmë çfarë efekti ka pasur deri tani pa tarifat administrata Trump nga janari deri te marsi. Pastaj do shikojmë në qershor çfarë impakti kanë pasur këto tarifat te bizneset. Kjo është situata. Do një gjë tjetër për shtu këtu, Cleo? Po, përveç Trumpit kemi pasur edhe fjalimin e Jerome Powell që ka bërë këtë javë. Nuk është se ka pas në indikim në tregun e aksioneve as në tregun e kriptove, ka qenë thuajse e njëjta situatë, por do ta lidh me atë që teti më parë që investitorët presin, domethënë lajmin e tarifave, si do shkojë tregu dhe po rrin për momentin nga gjendjen që e shikojnë tregun. Është gjë e mirë ky shtrëngimi i çmimit që po formohet, se në këtë rast ose ky konsolidimi, sepse shumë shpejt mund të kemi një trend, qoftë për lart, qoftë për poshtë, do ta shikojmë, por është gjë e mirë sepse historia ka treguar që kur kemi këtë lloj shtrëngimi, këtë lloj formimi të çmimit në treg, ka trende, kështu që do të jemi gati, sepse situata po bëhet edhe vështirë, por shumë e vështirë për të kapur animin në fakt në këtë rast, sepse nuk i dihet, një lajm pozitiv mund ta çojë tregun lart, një lajm negativ mund ta çojë poshtë, por
Këto kanë qenë lajmet kryesore dhe në kripto nuk është se ka pas ndonjë lajm, le të themi, ajo që po shikoj unë ose lajmet që lexoj unë në kripto nga analistët janë më shumë që shumica e investitorëve besojnë ose shumica e traders tani besojnë vetëm te Bitcoin, nuk besojnë për altcoins. Pothuajse ka humbur edhe vlera edhe besimi tek Ethereum, tek Solana. Po. Përveç shqiptarët i adhurojnë me coin të tyre. Pa shqiptarët do një me coin të re që se kam gjërë do një herë të grupi janë. Ashtu Po, është. pra është ajo shkruar ideja me coin që mund t'i bëjnë pasur shpejt. Kjo është ideja. Për shembull, mund të investojnë $100 dhe mund të fitojnë $1.000, $10.000. Prandaj është shkruar kjo ideja me coin sepse mund të pasurohen shpejt. Po. Ke drejt sepse unë jo vetëm që e shikojmë të lajme dhe gjëra që po thënë ato, po ne kemi parë të çmimi këtë periudhë 3-4 mujore që Bitcoini ka qenë më i qëndrueshëm, ka rënë vetëm 15%, Ethereum ka rënë diku te 6-7%, nga 4.000 që ishin në dhjetor, ka shku te 1.500. Ka rënë te ajo 60%. Të tjerë edhe $1.000 tjerë para se ta bleu. Atëherë bëhet në nënvlerësuar apo jo? Në nënvlerësuar. Po është pra mendimin tim është një konsolidim shumë i mirë dhe ofron një mundësi thjesht, është ajo që the ti Kleo që është 50-50. Një ditë, një lajm të dali, si për mirë si për keq, mund të digjesh te ajo, por unë personalisht e kam marrë rrezikun parasysh, kam vënë stop losset, kam hapur pozicion long te Ethereum dhe te disa kripto të tjera. Disa nga ato janë në profit sepse i kemi kapur para 2 javësh, por unë këtë gjë kam bërë sepse unë e kuptoj dhe rrezikun këtu dhe si të tregtoj dhe për poshtë, po që digje stop lossi me 1% të vogël, 2% për shembull minus, unë kam bërë 40% në rënje të tregut. Pastaj do të tregtoj për short prap, por është për të parë situata, si do na ecë. Për shembull, një shembull që mund ta sjellin për menaxhimin e riskut ishte te Goldi që e bë për share të grupi. Unë dhe herën kishim bërë stop losset tona, edhe Goldi vendosi të rritej 10% për 2 ditë, sorry. Ndërkohë që ne ishim të sigurt, domethënë pavarësisht se kishim hyrë short, e morëm profitin tonë dhe dolëm mirë, domethënë. Pavarësisht se çfarë bëri tregu që nuk është në dorën tonë. Eksakt. Mbrojtja fort të bën tregtar të mirë, ose në çdo edhe sport do të kesh mbrojtje të fortë që të jesh i suksesshëm, si skuadër, futbolli për shembull. Dhe në tregtim. Si Arsenali këtë javë. Si Arsenali, mbrojtje të fortë. Duhet mbrojtja fort dhe pastaj të tentoni që të shënoni. Po nuk e menaxhove mirë për kapitalin, po nuk e ruajte kapitalin, atëherë do ta marrin të tjerët që janë më të aftë në treg, se është tregu këtë punka. Dikush humb që tjetri të fitoj. Diçka tjetër, domethënë që më re ishte që tarifat për produktet elektronike i hoqi Trumpi nga Kina për smartphone, për teknologjinë, por ndalovi dërgimin e çipave për në Kinë. Po ndërkohë kompanitë Nvidia për shembull iku në Kinë të takoheshin direkt me përfaqësues të Kinës për të bërë vazhdimin e tregtisë, domethënë. Që duket se kompanitë nuk po e pyesin fare, shohin vetëm kapitalin e tyre, gjendjen e tyre, kështu që duan të lidhen marrëveshje vetëm me shtetet, si është më e mira. Po. Kjo ishte një lajm negativ për tregun, ajo Nvidias, mirë që u kujtove se unë harrova fare tani. Por ishte duket më kurën apo në kurën të njëjtën gjë duket të çfarë. Po, doli lajmi gjatë javës dhe pati një impakt te Nasdaqu. Nasdaqu ra diku te 3%, duket 2% andide. Sepse janë u shitëm 6% aksionet e Nvidias me andidës me këtë lajm. Tani kuptoj që ato mund të bëjnë një marrëveshje dhe rregullohet situata, por është thjesht frika tregtarëve që thënë diçka unë nuk po marr rrezikun këtu që të mbaj aksionet e Nvidias. Unë kam parë dhe një krahasim të grafikës të Nvidias me Cisco. Cisco ishte, le të themi, kompania më e mirë të
the .com bubble, që ishte e internetit, kur u hap interneti, Cisco ishte një kompani që pati këtë bumin e madh si Nvidia, ka bërë po një informim në atë periudhë të 2000-shit, 99 deri në 2000, dhe pastaj te 2000-shi filloi kjo rënja e Ciscos që po krijon të njëjtin gjë dhe Nvidia. Po emitoi Nvidia Ciscon, mund shkoj prap te $16 dhe irin aty e kemi besoj, duke mbushur shportën dhe për të kapur valën për lart. Si të shorti, besoj dhe do të tregtoj short, po dhe ta mbushi shportën në fund. Diçka që më pëlqeu këtë javë është fakti që bëhet ai krahasimi, por se Nvidia ka rënë nga 160 që ishte në fillim të 3 muajve te $100 shi pothuajse. Po. Pra për 3 vitet e fundit diku te 300-400% plus. E njerëzit thotë $100 shi po marr profitin tim. Po. Edhe ndoshta futem në një val tjetër më vonë. Pasi është një kompani që ka ecur jashtëzakonisht shumë. As kriptos apo sonde më do të ketë peshë më shumë në përqindje sa shkaj në vite. Ka mundur gjithçka dhe Bitcoin që heci 500%, 600%, Nvidia heci diku te 800 ca 900%. Për 4 vjet të fundit të fat jo. 3 vjet që na fillimi na fundi i 2022-shit ka ecur 800%. Kështu që për ju që mendoni që duhet vetëm meme coins ose kripto që të bëni para, ka dhe asetet e tjera, keni dhe stocks që mund të tregoni. Për shembull, ishte $60 nëntorin e kaluar. Dhe sot është $80 diçka e tillë. $90 se kam hyrë dhe unë të Palantir të kodë. Po, edhe unë hyra të Palantiri e 90 ai ishte 93%. Patëm dhe të ardhot ishte Netflixi. Është ajo dikush e ndau më duket atë ke qenë tiri ose dikush tjetër se më mend tani se është bërë grupi me 1200 veta që po para se sa shfaq të ardhot ose vinë të ardhot e Netflixit, ato nxjerrin ca emisione që do jenë tërheqës që të rrisin subscription. Që ka shumë interesante dhe kanë marrë edhe shumë produkte, domethënë ka përmirësuar serviset, por pra shumë jam subscriber, domethënë ai show, domethënë që. Po. Dhe shumë show. Po. Të bërë appealing pothuajse për gjithë audiencën. Ka diçka për çdo gjë. Unë përdorej shumë Netflixi më para, por kam gati një vit tani që jam vetë Netflix me këtë podcastin dhe kështu që s'kam kohë që të shikoj filma. Sa nuk shohim, po thjesht ajo ideja që është subscribe, që është ai komoditeti që hape dhe vazhdoj të jem subscribe dhe unë. Po 16% kam mundur të ardhat, surprizë 16% në krahasim me çfarë parashikoshin, diçka shumë pozitive. Patëm dhe TSM-in, ose TSM, Taiwan Semiconductors. Këto mendojnë që do kishin problem sepse janë edhe një situatë rrezikshme, sepse edhe Kina mund bëj si tip aneksim, si puna Crimea, që quhet, se di shqip, ai shumë. Po. Po dhe kjo ka dalur mirë me earnings, diçka pozitive, po prap ka pasur ulje nga impakti i Nvidias, që kemi dhe pak Nvidia me që kemi mulluar këto kur do na dalin earnings të Nvidia. Nvidia i nxjerr të fundit, do të nxjerrin gjithmonë të fundit, kështu që i bën nga maj, nga mesi i po. Nvidia këtë javë ka rënë. Kjo është situata. Ndonjë gjë tjetër për çtu këtu, kishim Floririn që pati këtë rritje të jashtëzakonshme, vazhdon rritjen. 3300 duket të mbyll javën, diçka e tillë. Po. Besoj që gjithë e kuptojmë pse po ndodh kjo gjë, frikë e madhe, pasiguri e madhe, aseti më i sigurt kush është? Floriri. Edhe pse dëshira madhe e investitorëve të kriptos që të bëhet Bitcoini ose të përfëmonte Bitcoini në këtë mënyrë, në këto lloj situata, akoma nuk është krijuar ai besim te kripto dhe te Bitcoini. Por po përmirësohet situata. Sepse po shikoj që fakti që ka rënë vetëm 15% tregon siguri. Bitcoini 16-20% këtë periudhë, 3-4 mujore.
Ndonjë gjë tjetër, Kleo? Në lajm tjetër? Këto kanë qenë, ne I diskutuam, domethënë nuk është se kemi lajme, pastaj lajme artikuj të fund të flas për kriptot, artikuj ka pafund, por nuk e vlen të diskutojmë, këto kanë qenë lajmet kryesore. Është gjithçka luftë e tarifave, do të shikojmë të javë. Ndoshta në një lajm pozitiv që mund ta ngrejë tregun, shpresoj, si dhe unë jam fut long në Ethereum dhe kam luajtur edhe Sol faktikisht sot. Ti nuk e di, ke luajtur Sol? Po. Sol, Ada. Ada nuk e kam luajtur, Sol kam luajtur. Diçka pozitive tjetër që të muloja Kleo? Po mendoj të muloja edhe ja 2-3 gjëra tjera se po I shikoj këto lajmet javës kaluam. Është ulja e inflacionit dhe në Kanada, që tregon të uljen e inflacionit të Amerikës ose kontinentit të Amerikës veriore. Idi po thoi që Kanadaja ka treguar që inflacioni I ka rënë dhe Kanadas, tregon një inflacion të normalizuar. Edhe të Britanisë kishte rënë inflacioni më shumë se ç'pritej. Po. Pastaj këto janë shenja pozitive për gjithë botën që tani mund të hyjmë në një situatë që do ulen normat e interesit kudo. Europa po, ECB cuts rates as expected, sinjalet për të shkuar akoma më poshtë, për të ulur akoma më shumë. Po, edhe Bashkimin Arabian. Shenja shumë pozitive, pastaj kemi pasur poundin dollarin që unë kam fituar aty diku te 4% vetëm me pound, duke marrë pound dhe duke bërë këmbimin me dollarin kur të blej aksione. Ja, do ashtu do të thënë, edhe me lekun ja vlen do të thënë, po e vlen me 80 lek do të thënë. $1 80 lek. Po gjë, ja vlen do të thënë. Shkoj një fiton 20% pak a shumë. Kur shkoj shumë shpejt shumë shpejt do ta bëj currency që do bëj tregtim do ta maj me lek, se leku po tregon fuqi. Po, normal. Çdo monedhë tjetër, pound, euro, dollar, gjitha. Po forcuar vetëm nga emigracione, nga që të gjithë si pranë në Shqipëri tash, edhe do ta pyes IBKR-n, a ka mundësi që ti maj në lek? Pare? Si është më fuqishme se sa çdo monedhë tjetër? Po, jetën është goxha e fuqishme. Por poundi ka qenë shumë mirë dhe un kam përfituar aty duke marrë pound, duke marrë cash. Që kësaj periudhe dhe ideja është kur hyu në aksione e konvertoj në dollar, por kam fituar te konvertimi. Pastaj kemi pasur ulje të LVMH, që është kompania që ka Louis Vuitton dhe kompani të tjera luksoze. Kemi parë të lajmet edhe të mediat sociale që kinezët tani kanë dalur që thonë që produkti përdoret në një farë niveli dhe pastaj çohet në shtete të tjera që besoj gjithë shqiptarët e dinë këtë pjesë, nuk kanë qenë asnjëherë. Shqiptarët e marrin deri nga Kina. Jemi të sigurt. Shqiptarët e marrin Turqi. Po, kishin dalë edhe ato për çantat Hermes. Po. Për çeshin ato Birg, se kishin ato. Po një çantë 20.000 euro mund ta blini për 1.000. Po. Por nus jam ka thënë që nuk është e vërtetë. Thotë s'ka sens. Sepse ato nuk do të një lajm, do të thënë që ajo e prodhojnë në Europë, jo kështu, jo ashtu, po. Po, ajo mendojnë që kinezët që bëjnë këto fallcët, po e shfrytëzojnë rastin për të shitur më shumë. Drejt për drejt me klientelën online për të bërë marketing vetes. Pastaj ajo më ka thënë mua me vite që duhet blejmë Birkin bags. Edhe kur shikon S&P 500, kishte futur te S&P 500 njëtin shifër se sa te Birkin bags, kanë patur rritje më të lartë çantat se sa S&P 500. Po. Po produktet e luksit se kam vërë edhe unë, kam pasur goxha rritje këto po. Rolexet kanë ecur më mirë se tregjet, domethënë këto produkte që blen dhe I marrin koleksionuesit. Po. Çmimi I Rolexit domethënë është rritur gradualisht. Po.
ajo më ka thënë ka vite që më thotë ble çanta luksoze se do rritë vlera më shumë. Unë kam thënë du të tregtoj tregun. Ndoshta kam bërë gabim, do ishte më e lehtë investimit e çanta luksoze, ti mashim aty dhe Këto produkte luksoze në kanë goxha market, nëse kanë vërë. Edhe këto trading card games, domethënë kanë filluar të bëhen shumë popular se i mënyrë investimi. Shkojnë disa letra diku te $20,000-$20,000 që mund të marrësh. Çfarë bëjmë këtë situata e tregut, pa le me kaq po mendoj ju çuna nuk keni ndonjë gjë tjetër besoj, ndonjë për çfarë këtu. Okej, po le me kaq. Atëherë kaq ishte segmenti i lajmeve dhe eventet kryesore të këto 2 javë, sepse javën e kaluam munguam, nuk nuk ishim gati që të bëshim podcastin. Tani po do hym të analiza teknike e kriptos, stocks dhe madrat përfshin këtu dhe floririn dhe dollarin, indeksin e dollarëve. Mund flasim ndoshta edhe për disa nga forexit kryesore si pound dollar, euro dollar dhe leku kundër të tjerat, me që po flisim pak për këtë gjë të segmenti i kaluar. Unë po filloj me kripton, Kleo. Këtu do na duhet dhe inputi jot se ti je ekspert i kriptos. Jo, çunat shumë pak janë aty që luajnë tregun siç e luajmë ne, se luajmë swing trading. Po. Por ato momentet e hyrjes ndonjëherë përshtaten edhe me momentin tonë, domethënë përshtaten me strategji. Po. Kështu që ndonjëherë japim në mendim që ja vlen, nuk ja vlen. Po Henry më shumë, jep më shumë informacione, më shumë ide. Po mundom të jap në i gjafalës aty të telegrami që XCN lvizi shumë mirë edhe pse ra tani, po ata mund të kishin marrë atë përqindjen e fitimit kur erdhi vrulli, Troni po ashtu të RX, nuk e di disa ide të tjera që ka shpërndar Henry aty. Do t'i mulojmë gjitha që ti shikoj se u bën tani 2 javë dhe do të muloj edhe XN dhe TRX-in që tregojmë se kemi ndarë ca ide që kanë hezur mirë dhe ti shikojmë. Charti tani është i Bitcoinit, do mulojmë Bitcoinin. Kjo shigjeta këtu aktualisht ishte një screenshot që kam nxjerrë unë të Telegrami, që kam treguar që në këtë datë, në datën 23 janar, është folur për kripton te Opinioni, që është emisioni i Blendit Fevziut, dhe kanë folur ekspertët e kriptos shqiptar këtu që do kemi një market pozitiv, jo kripto mund shkoj në zona të ndryshme, ka pasur shumë gjëra të tjera. Që në ky momenti kemi pasur një bear market. Fatkeqësisht shumë nga shqiptarët janë ndjekur në këtë val këtu dhe në valën e nëntorit, sepse kanë mbajtur pozicionet hapur. Vazhdojnë të tjerë në media sociale që thonë që ti vetëm hum kur shet. Por ideja këtu është që ti kur hyn 70% minus, apo si puna Ethereum që ke hyrë 70% minus, a je fitus aty sepse nuk e shitur, apo je duke majtur një çantë, një bag holder që është shpreha e tregtimit. Dhe kjo është një situatë që tani ti ke futur $10,000 apo $100,000, ti je 70% minus, ke humbur $70,000, edhe pse nuk e shitur, je minus $70,000, që të rikompensohet ajo 70,000 du të bësh diku te 200% profit e sipër. Ideja është i famë të më thënë kështë, nuk e minus derisa shet. Po, ideja që kur e fut paran në një aset, e shumë të humbur derisa ta tërheqësh. Po. Kështu që nuk mund të jesh edhe s'ke humbur edhe s'ke fituar, ndërkohë që ti je i humbur në momentin që ti ke futur paran, edhe pret të rritjen. Kështu që ato parat që më të tuat. Po, i ke marrë tregu. Po. Edhe që të rikompensohet ajo do ta tregoj të Ethereum pak më vonë, por ky ka qenë një moment, prandaj është kjo shigjeta, prandaj do ta tregoja këtë.
Tani të të analiza teknikale, kemi parë këtë vizje në rënje, të viz trendi në rënje, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë, dhe pastaj është respektuar si rezistencë, dhe tani është bas kësaj thyrje, unë kam pasur animi më shumë për long, por du që të thyet kjo zona e 86 që të jemi të sigurt, që me vërtet kemi një long dete 92, dete 95.000. Kjo zonë këtu është zona 50-50 që kemi diskutuar dhe më përpara dhe kam thënë ndoshta tani 200-300 herë të grupi Telegramit si rifreskim gati çdo ditë që jemi një zonë 50-50. Kjo zona 993 është një zonë për short. Mbi 96 po thyu me vrull një nga këto krahat do marrë animin. Dhe kjo është situata që jemi në Bitcoin. Unë personalisht pranoj më shumë të longu. Ndoshta mund të bënte edhe një retest. Po shikoni këtu të shigjedhe që mund të bëj një retest të kësaj vizit të trendit, mund vi prapë të 80 dhe pasaj të shkojmë për lart, ose shenja pozitive që po shikojmë sot të shtunën është që kemi një ditë në rritje, por nuk ka volum dhe nuk ka atë shtyrjen sepse tregtarët janë të friksuar nga tarifat dhe janë të pavendosur. Kjo është situata e Bitcoinit, unë planoj më shumë të longu, por është 50-50 në anën e vendimarrjes se unë shumë shpejt 83-shi unë hy short. Nuk e kam problem fare, për me idenë që të bëj një double bottom. Ose të shkoj prapë të 77-78, të bëj një head and shoulders këtu. Edhe për ju që nuk e dini se çfarë është head and shoulders, është formimi kur bën shpatullën e majt, kokën pak më thellë, dhe pastaj një shpatull të djathtë dhe shkon më lart. Kjo mund të jetë formimi që mund të krijoj kjo po bëri një dip tjetër. Kleon, dëgjoj për çtu këtu ndonjë pjesë tjetër? Te Bitcoin është siç e the ti ne presim atë thyrjen tek 86.000, rezistencë e fortë, por nëse thyet ajo zona, besoj se mund të kemi një trend paktën deri tek ose një formim çmimi deri te 90.000, 92.000, ndoshta edhe 96.000. Por nuk mund të kemi atë që njerëzit presin që Bitcoini të shkojë direkt edhe 120-150.000. Nuk besoj se kjo do ndodh. Prandaj du ta lidhem atë analizën që bëre ti në fillim me analizën e dhjetorit janarit, ku shumica në Shqipëri ose edhe në Europë ose në Amerikë thonin që momenti dur për blerë, Bitcoin të 250.000, edhe aty ku dogjen shumicën e njerëzve, pasi çmimet kanë rënë mbi 50-60%, sidomos në altcoins ose meme coin që kanë falimentuar ose i kanë humbur gjitha paratë. Edhe ky ka qenë gabimi të gjithëve që kanë dhënë informata të gabuara. Ky ka qenë gabimi dhe i Blendi Fevziu që nuk ka ftuar ty në emisionin e tij për të analizuar tamam situatën siç ishte. Jo, është e vërtet. Por ftoi disa njerëz të tjerë që fatkeqësisht unë e kam ndjek atë emisionin dhe nuk ka problem me ata që ishin të ftuar atë ditë. Ndoshta ata kanë krijuar një kapital, ndoshta janë shumë të aftë për tregun, shpresoj të jenë ashtu sepse do mbëshë qefi që në Shqipëri të ekzistonin ose të kishte kështu lloj persona. Por fatkeqësisht ishte ideja që ishin të gjithë në një mendim. Kjo nuk është gjë e mirë. Nuk funksionon ashtu. Kur je në një televizion që është për debate, për gjëra, njerëzit duhet debatojnë dhe dikush duhet ishte kundër aty, por nuk ishte asnjë, kështu që ky ishte gabimi. Ky ishte gabimi atyre dhe shpresoj që shumë shqiptar mos t'i kenë ndjekur këshillat dhe mos jenë bërë pjesë e atij manipulimi në thonjza, por çfarë bën? Shpresoj që herës tjetër Blendi të ftoj dhe ty dhe disa të tjerë që të analizoni tregun në mënyrë më të mirë. Ndeshje mirë gjithë skuadrën. Mo, ty dhe Irdin. Ja, unë kur na ftojnë që në emisione do të kemi ty përfaqësues. Do të them ty. Po, siç atë faleminderit Kleo për vlerësimin dhe fjalët, por
Po, është ajo që thu ti, du të ketë edhe dikush që është... Unë nuk po them që jam kundër. Thjesht ishte ajo problemi që realiteti, çfarë po shikoj unë te grafika, çfarë po shikoj unë te tregu, ndikimet e tjera. Okej, ti po e bleve Bitcoinin te 10.000, si kam bler unë në 2020-ën. Mund të thush që do vazhdoj të iki për lart. Por kur jemi te 100.000 nuk mund të thush që do vazhdoj të iki për lart. Ka dhe një logjikë market capi, do të thënë që sa mund të shkojmë më lart. Është 2 trilion, sa është tash? Sa mund të shkojmë sa gjithë pasuria e botës? Po, eksakt. Kështu që se di, edhe un kam bler Bitcoin te 10.000. Tani është 80.000, jam 800% plus. Kam Bitcoin gjatë e kohë. Por unë edhe traktoj tregun dhe kuptoj se kur do vinë ato valet. Edhe momenti që ti e blen është shumë i rëndësishëm. Momenti që ti e blen është shumë i rëndësishëm sepse ata fut në rrezik të madh ose të fut në potencial të madh për përfitime. Kjo është pak a shumë ajo që jemi munduar ne këtu të tenkasim. Ka qenë periudha art për sol, sepse është e lidhur më shumë me coin ose me altcoins lëvizje sol, kur ka qenë 250, 260 në ato çmime sa ka qenë, ka thënë blini do shkoj në nivelet e Ethereum, do kapi 1.000, 10.000, 4.000, nuk e di sa. Ndoshta mund të shkoj mbas 5 vjetësh, mbas 10 vjetësh, nuk i dihet. Tani si funksionon mbas nëse sol kap $1.000 mbas 10 vjetësh, do ngrihen këta mbas 10 vjetësh, do thonë që a ju patëm thënë se kështu i bie. Po. Të shpresa për mendimin tim. Se mora sol si shembull se e kam këtu përballë. Unë do të thoja për sol tani, unë kam bler sot. Do të thoja ai mund të ketë një lëvizje 20-30%, do isha shumë i lumtur edhe po ti merrja 10-15%. Ky është tregu, kështu funksionon. Pastaj mund bie prapë. Po ideja është që vetëm inflacioni i ha 50% atyre profitëve, sikur të shkojë $1.000 sol. Eksakt. Ne po mundohemi që këtë kanal ta ngrem në nivele shumë të larta, sepse informacionet në të vërtetë që janë në nivele të larta, sidomos nga $1.000 të fituar sot është komplet ndryshe $1.000 të fituar pas 1.000 vitesh. Pas 10 vitesh të pas 1.000 vitesh. Po, eksakt. Okej, po e lëm Bitcoinin me kaq. Mirë është që hapëm dhe temën e situatës që ka ndodhur në atë periudhë, sepse na që e kam diskutuar në Telegrami, thash po hapim dhe këtu dhe ta diskutojmë. Po, unë thjesht e lidha prandaj nuk fola aq parë se e lidha tani me trendi që mund të formohet Bitcoin, që mund shpresojmë të shkojmë te ato çmime që kishte në dhjetor janar. Po. Ose në dhjetor më saktë. Po, ashtu është. Tani po mendoj të më loshim Ethereum. Okej, bas fakti duket shumë qartë që kemi qenë në trend për poshtë. Unë këto val i kam tregtuar, kam thënë disa herë, keni dhe me prova, gjëra të tjera. Tani, momenti që jemi këtu, momenti që po konsolidohet çmimi këtu, ekziston dhe një frikë që jemi një trekëndsh, dhe ky trekëndshi është 50-50. Por do të llogarisim diçka, që kur çmimi ka rënë 70% vetëm në rënje, logjika tani ku anon? Anon që ndoshta mund të bëjë dhe një dip të vogël, por jo që të bëjë një shkatrim total, shkoj çmimi dhe më ulet. Vetëm po doli ndonjë lajm shumë negativ tani në treg. Logjika është që duhet shkoj te një çmim mesatar. Kapim mirë shpërdorim në Fibonacci këtu, shikojmë në një zonë. Çmimi mesatar është çmimi i 0.236 Fibonacci ose 0.38 Fibonacci. Te 2000 shikoj, 2100 Ethereum nga kjo zona. Edhe unë e kam bler te kjo zona 1570. Paka shumë aty ku jemi tani, 1600 jemi, me idenë që do shkoj te 2000. Du ta bëja televizje, sidomos mbas një ulje diku te na që përmendëm pak edhe uljen, këshmi shikojmë se sa është ullur, 66%. Si mund të ushti që nuk je humbur këtu? Vetëm në momenti që ti shet, s'ka logjik. Prandaj mos dëgjoni amator, që
thjesht thonë që blije dhe akumulo. Statistikat tregojnë që po bleve dipin kundër dollar cost average-in, që mund ta blesh çdo muaj nga $100, po bleve vetëm dipin, po prapë lash më i humbur se sa dollar cost average-in. Fund fare ti do bleje gjithë to dipet, ja 6 dipe këtu do të ishe i humbur. Do vazhdoj të humbje edhe më shumë. Kjo është logjika e Me shpresë që do rritet, sepse ka Me shpresë që do rritet. Ky Ethereum mund të dalë komplet jashtë lojës, do të përdoret teknologji tjetër, që është e ngjashme me Ethereum, por që është më e shpejtë, më cilësore. Sepse Ethereum sa kam kuptuar është si tip transaksioni, si rrugë kanali për të kaluar parat nga një monedhë në një tjetër. Për që nëse del diçka tjetër më e mirë, Ethereum mund të shkojë zero. Po, edhe ajo mundësi ndodh sepse në këtë rënjë që ka bërë Ethereum këtu, tregon një dobësi totale. Kaq të bi 66% për 3 muaj, 4 muaj. Pastaj bën një rritje mund bi dhe më thellë dhe të shkon dhe më te 400, 700, ku e dim ne. Do të jemi shumë të kujdesshëm në këtë situatë. Edhe të menaxhojmë situatat, rrezikun gjithmonë. Unë personalisht mendoj që do ringjallet, kuptohet te këto zonat, por unë se di që do shkoj po prapë te 4000, ndoshta nuk shkon më historikisht te 4000. Mund të tregtoj televizën deri te 2000. Po, me probabilitet e larta. Një shembull që dua të jap, domethënë që kam lexuar shpesh është Kodaku. Është një ndër kompanitë më të mira të gjitha kohërave. Edhe sot është dukur komplet. Ja isha prodhon bateri, që ka prodhuar aparate, filma, që mendohesh një ndër kompanitë më të sigurta, vitet 80-90. Sot është nivele afër zeros. Po, ka shumë kompani që nuk avancojnë me kohën, ose nuk modifikohen, ose i ikën roli kryesor dhe falimentojnë. Kjo është realiteti i çdo gjë, teknologjia, njerëzimi do avancoj, po nuk avancohet me kohën. Kjo është situata, por me Ethereum unë mendoj që te 2000 e kemi pak a shumë të sigurt. Jo 100%, po flasim probabilitet anoj diku te 67% që do ikim te 2000. Me këtë rënjë që ka pasur tregu, pastaj një bear scenario është double bottom, të ritestoj 1300 dhe pastaj të shkoj prap për lart. Leo, do i mendim te Ethereum? Po, Ethereum edhe unë kam lut. Shpresoj që të kapi, duhet një rritje pak deri tek 1900, por do shikojmë si qoftë Bitcoin thyen atë çmimin 86 dhe mund të kemi një trend, dhe Ethereum normalisht që duhet kthehet paktën te charti një ditor brenda mean reversion tek ajo zonën çmimit mesatar, 1900, 2000, ndoshta 2100, shpresoj. Edhe mund të jepte një shtys tregut, një rritje të vogël edhe altcoins, pastaj dhe një lajm negativ mund ta ulte prap tregun. Në këto nivele Bitcoin mund të arrinte tek çmimi që thash më parë 90-92.000, Ethereum tek 2000-2100, edhe altcoins disa mund të performojnë një trend 20-30%. Ky është mendimi im, por nuk e di. Me logjikën e tregut ato gjëra po tregon tani. Nuk kam shumë besueshmëri që të them tani do ngrihet Ethereum do shkojë tek 3000 ose tek një çmim akoma më i mirë, sepse duke parë se çfarë ka ndodhur këto ditë, çfarë ka ndodhur këtë javë, investitorët nuk kanë besueshmëri, varen shumë nga lajmet, një lajm negativ, çfarë mund thot Trump, direkt do bënte të kundërtën e asaj që ne mendojmë, kështu që shumica e investitorëve tani po tregojnë shumë të kujdesshëm, edhe ata retail traders po tregojnë të kujdesshëm, të gjithë po mundohen që të kapin, mos humbin para, jo të bëjnë para, po mos humbin para, sepse është shumë treg i vështirë. Po, edhe shumë kanë humbur para në këtë periudhë. Po nga janari deri tani, po shumica kanë humbur para. Sepse kanë provuar dhe unë dhe djema tu që janë pjesë podcastin, jemi një nga grupet të vetme që kemi bërë para në këtë periudhë.
Si për short dhe për long ku kam tregtuar aksionet. Të kthem me fakte, kemi me fakte. Solano ishte një ide që unë ndava për para disa ditë të Telegrami, besoj ti Kleo e ke parë, Irdi nuk e di, a i ke ndekë ide në mija, se e pasur me jenë të kriptot. Jo, pash ato stocks, edhe përqemi Palantir dhe RKNP-ja, RKNP. Ato luajt e jam. Të dy unë i kam tregtu. Por Solano ka Te Solano kemi parë këtë, le të themi, rënjen, ka qenë dhe kjo në një lëvizje nga all time highs deri këtu te diku te 68%, prap ofron një mundësi të mirë për një kthim çmimit e një çmimi mesatar. Por Solano po tregohet pak më i fuqishëm se sa Ethereum. Besoj që po shikoni dhe formimin e chartit që është pak më ndryshe. Shikon, me çmim më të ulta Ethereum, Solano me një çmim formim pak a shumë si BTC-ja. Dhe këtu ti vëm një Fibonacci. Unë zakonisht nuk i përdor Fibonacci, po thjesht për t'ju treguar juve ku mund të jenë ca zona që mund të kapi çmimi. Mund të rikapi këtë zonën 144, pastaj 170, që mund të jetë zona që unë po synoj e pak më sipër për këtë tregtim. Këtë kam dar falas te Telegrami, ato që kanë dashur që ta tregtojnë, kanë pasur mundësi ta tregtojnë. RR ka qenë shumë e mirë sepse ka bërë një zonë supporti këtu, konsolidimi, dhe këtu mund vesh një stop loss diku te 8% me idenë që të marrësh 34% 1/4. Po kështu tregtohet në një mënyrë profesionale me probabilitete dhe me kalkulim të rrezikut kundër përfitimit që ti mund të realizosh. Shikoj këtë televizion deri te 180 besoj. Ku e ke ti synimin, Kleo? Ke ndonjë synim këtu? Shpresoj të kjo zona, ja të shikoj pak, ja vuarin më shumë. Unë faktikisht e du deri tek 170. Okej, pak më ul, por po aty pak a shumë jemi. Ti te 170 i bin 1.3. Unë po shikoj 170 deri te 180. Po, shpresoj që të formohet ky trendi, nuk e di. Mund t'i duhet edhe pak kohë. Po shumë mirë kjo thyrja tani dhe animi, një val, 2 val tani që po bëjmë, po thjesht do vrullin. Po një ide që kemi dar falas për t'ju ndihmuar dhe për t'ju dhënë të themi diçka me vlerë. Tjetër që kemi tregtuar ka qenë TRX, që është Tron. Po ky tregtim për mua ka marrur. Unë e tregtova dhe dola. Sepse për mua thyu këtë zonën e 24.1, 0.241817 hyron, dhe pastaj unë dola tek një zona 24.8. Mora këtu diku të 3%. Një lëvizje shumë e vështirë për të themi për ta menaxhuar, sepse tregu është i pasigurt, dhe po shikoj tani rihyrjen këtu te një thyrje të kësaj vize, rihyrje për një lëvizje për më lart të krijojë një val tjetër. Shpresojmë deri te kjo zona 30 që pata si synim fillestar, me këtë valën fillestare. Troni ka qenë shumë i qëndrueshëm, por dhe trend nuk ka pasur. Shpresa ime ka qenë që ndoshta mbas këtij konsolidimi mund të bëj një lëvizje si nëntori ose periudhë të tjera që ndonjëherë ecën mirë, si gushti këtu që në thyrje të zonave ka bërë diku te 30%. Kjo është edhe synimi im diku te 20% të troni. Po? Po, mos ndoshta nuk ka shumë lëvizje që janë të portofolet e humbur. Të tronit. Ndoshta me. Vetëm për të trader sa të rritet. Ndoshta është. Shikojmë. Por kjo është, e themi, një vazhdimsi që mund të trektoj unë në javën në vazhdim. XNO-ja pak a shumë e njëjtë, po XNO-ja na dha një mundësi që të bëshim te ky tregtimi ka shku deri te 120%, unë shita gjysmë këtu
gjysmën tjetër kam shitur të ke zonat e 60, ka dalë mesatare diku te 90. Që e kam shitur me 90% profit këte. Tani po shikoj se si do konsolidohet këtu, që të bëjmë një tregtim të dytë. Kjo është pjesa e menaxhimit që duhet edhe të dalësh në momentet që mendoj që është më situata le të themi më e mirë për të dalur. Dhe tani për të tregtuar për lart. Ndava dhe render që po bën këtë konsolidimin, po thu këtë zonën shkon për më lart, është për të parë mbi zonën 4.10 të thymë me vrull dhe pasaj të bëjë një lëvizje për lart. Kjo do varet shumë nga tregu i përgjithshëm, a do ngrihet Bitcoin, a do ngrihet tregu në përgjithësi për lart dhe do kemi këtë val, po që kemi do të fitojmë diku të 6% e kjo. Pasaj ca ide të tjera që i kam darë, por nuk po i muloj këtu se bëhet pak se i gjatë segmenti, po këto kanë qenë. Kleo, do një gjë tjetër për shtu këtu të kriptot? Jo. Okej. Si është ideja që këto gjitha do varen në bazë të lëvizjes së Bitcoinit, prandaj duhet jeni më të fokusuar tek Bitcoini. Në fillim për ju të gjithë që luani tregun, kur bëni analizat, analizoni Bitcoinin parin, pastaj gjitha kriptot e tjera normalisht që varen në bazë të lëvizjes së Bitcoinit. Po. Okej, për mbyll me kaq segmentin e kriptos, faleminderit që keni dëgjuar deri këtu. Tani do hyjmë te pjesa e aksioneve, do flasim për S&P 500, Nasdaq, Russell 2000 dhe VIX-in. Mund të flasim dhe për ndonjë treg tjetër, indekset kryesore të tjera dhe ndonjë ide që kemi ndarë këto javët e kaluara. Fillojmë mirë me S&P 500. Këtu të marrë dhe mendimet e Irit gjatë analizës. Ka pik më të ditëshëm. Skriptat nuk e kam. Po ka qenë shumë i çuditshëm. Kjo zona këtu që kisha me kuadrat ka qenë kjo distribution, Wyckoff distribution, mund t'i ta kërkoni në internet këtë Wyckoff distribution. Është një distribution që mbahet si një zonë që shitet çdo gjë gradualisht nga institucionet. Trend për poshtë, bear flag, trend për poshtë dhe tani kjo çuditshme, lëvizje çuditshme që ka bërë, ka qenë Trumpi këtu. Ka thënë Trumpi që është lajmet e Trumpit. Po, lajmet e Trumpit, gjërat e Trumpit, që është momenti më i mirë për të bler tani tregu. Kemi parë dhe Eric Trump kur ka thënë që tani më duket shumë i lirë Ethereum përpara disa muajve. Ishte te 2000, më duket 2003, 2.3 mijë. Dhe pastaj ka shkuar më thellë. Kështu që po. Ja, për ti ka një statistikë, domethënë kur kemi ditë kështu, domethënë kur kemi ulje të mëdha dhe kemi një ditë kur është i gjithë marketi green, është një shenjë që po vin ditë akoma më të këqija, domethënë për market, sepse janë futur në trap edhe bulls edhe bears. Po. Edhe kur të skadojnë kontrata do jetë bloodbath. Po, do i ketë shumë probleme. Prandaj do të thoj që okay, ka ecur mirë tregu se u rikuperu pak 12% më në asaj dite dhe ka pasur ato rritje të jashtëzakonshme më në 2-3 ditëve. Por frika është gjithmonë që po manipulohet prap. Unë personalisht kam shumë frikë për momentin dhe jam shumë i kujdesshëm. Zut të rrezikoj kapitalin, sa e kam bërë me mundim të madh. Dhe ideja këtu është tani unë mendoja që do kapte kemi këtu 5.700 dhe pastaj do na shkonte prap për poshtë. Do shta më thellë ose do bënte themi në një lëvizje të tillë. Kjo po fillon tani që ta anoj për poshtë që këtë javë me lagje. Që të 5.300, kështu që po, kështu që se di. Mund të kemi deri te 4.800, do shta ulje, nuk merret vesh çfarë ndodhi. Ose kalohet lufta me Kinën. Po është shumë e vështirë situata teknikale po flasim për të shikuar, por duket edhe nga vetë tregu do të thotë që s'ka volum, s'ka, nuk e di se ta them, s'ka pëlqyeshmëri, s'ka, duket sikur të gjithë duan
por in cash, po blejmë pak, do shta kupton, s'ka Po. eufori. Ka shpëqia Po. fjala. Po hyn te florieri, gjë tjetër që po bëjnë. Dhe Nasdaq paka shumë me një formim, dhe këtu ka bërë trend, bear flag, trend tjetër, këtë zona konsolidimit, kemi zona më poshtë që mund kapi. Mendimi im ku po anoj më shumë tani është që mund të bëj një double bottom. Ndoshta shkon edhe pak më lart pastaj një val për poshtë. Unë du që të shkoj pak për lart, se kam hapur ca pozicione, por nuk shkoj, nuk u mbas në një gjë të madhe dhe jam okay me këtë rrezik që kam marrë përsipër, sepse kam parë ca leaders që kanë ecur shumë mirë. Russell 2000 kjo vazhdon në temi rënjen dhe ka rezistencë këtu të kjo zona 10 EMA, IZ, dhe pastaj edhe më sipër të këto zonat e tjera. Ka bërë double bottom të RSI-a këtu, që ndoshta e sjell një eufori blerëse këtë javë, një lëvizje ndoshta deri këtu, dhe këto të tjerat janë bërë shumë të shitura te indikatori RSI, për shembull Nasdaq-u këtu. Shikoj 1-2 herë, dhe logjika ime ka qenë gjithmonë që do të bëj një retest te kjo zonë dhe pastaj të vendosi tregu animin. Kjo rritje ishte mirë jo vetëm për aksionet, por edhe për kripton. Do të rriqe gjithë tregun për lart. Një çlirim le themi të valës për poshtë. VIX ka qenë në rënje këtë javë. Shikoj ato në rënje dhe ndoshta tani mund bie edhe pak më thellë te kjo zonë 24 të normalizohet. Dhe pastaj VIX-i po më jep ca shenja që ndoshta frika maksimale është mbushur. Ajo frika maksimale në treg ka ndodhur. Në datën Ideja është që ata që ka bërë tradet i kanë bërë, kështu që janë të gjithë cash tash. Kështu që po presim. Frika maksimale ka hyrë, thjesht tani pritja dhe animi i tregut, akumulimi ndoshta institucioneve avash avash te zona më të ulta. Kjo është situata e VIX-it. Irdi ka paguar për pushimet me ulin e VIX-it. Prandaj nuk e bën podcastin javën e kaluar, ka ikur me pushime. Më pëlqen këto trade, domethënë që janë kështu, domethënë që nëse rritet lart mjaftueshëm, është detyruar të ulet poshtë, si VIX-i, si Goldi. Janë shumë trade të mira për të luajtur në këto kohë kur nuk mund të investosh dot afat mesëm ose afat gjatë. Sepse është shumë më rrezikshme. Për aksione kam darë ca ide, Palantir ka qenë një nga ato, duket atë gjendje të tregut këtu, sepse edhe pse ka bërë këtë thyrjen ku kam darë shumë që ta blej dhe e kam blerë këtu, nuk ka vrull, nuk ka le themi atë rritjen që zakonisht do kishte Palantiri në këto zona në thyrje. Mësë të rëja, i lidhur për kripto. Edhe unë kam hapur pozicione dhe po presim earnings, pse është më e mira, domethënë, për të pritur. Pasi është kompani që merret me AI, me të dhëna ushtarake, merr kontrata nga shteti. Është një zonë të sigurt, domethënë, me këtë klimën gjeopolitike. Pse është edhe një kompani e mirë për të investuar. Shifet edhe nga grafiku, domethënë, që ka ecur jashtëzakonisht shumë mirë. Po. Një gjë tjetër që do shtoj këtu është që ka marrë një kontratë me NATO-n, që do japi shërbimet e veta për gjithë shtetet e NATO-s, nuk e di sa shtete janë në NATO tani, që përfshin dhe Shqipërinë. Dhe besoj me njëri që financon. Po. Mësë të rëja, po earnings është për të parë earnings mbas jave. Mësë të rëja, MicroStrategia ka qenë një ide tjetër, Irdi. Ideja këtu ka qenë që po që rritet Bitcoini dhe kripto, që unë po parë pres një rritje, dejte 90, mund të shkoj mësë të rëja dejte 400. Unë kam bletë diku të 300 që këtu.
me ide që të kap një 30% dhe të MSTR-ja. Një aksion që më ka hezur shumë mirë është kjo EOS Enterprise Energy Enterprise. Kjo më ka hezur shumë mirë, por si çdo gjë tani që edhe pse hecën pak, shitet shpejt nga frika. Heci diku te 13-14%, pastaj shitur tani pak, është për të parë. Unë du që kjo edhe po ul pak të bëj një rritje për një vazhdimsi. Për të parë, po këto kam vërë ca zona këtu që mendojnë që do mund gjene i support. RKLB-ja që përmendje dhe erdhi, kjo është pak a shumë identike me Palantir në formimin. Unë bleva në thyrje këtu, tani po menaxhoj situatën. Stop lossin aktuale kam këtu, por mund të menaxhoj situatën me një stop loss të kjo zona, mos rrezikoj më shumë. Të minimizoj humbje, po që kthem për poshtë. Por me shenjë që përshikojna me kripto që po rritet, mund të rritet dhe tregu i përgjithshëm dhe aksionet në fillim të javës. Shenjë pozitive. Me gjithë të hanë të martën pozitive, e mërkura pasaj të një live, humbet të gjithë profitet të hajnës të martës. Po. Kleon, do një gjë tjetër për shtu këtu të aksionet, apo s'ke pa? Se kam pa një aksion këtë javë, pasi tregu ka qenë pak më shumë me frikë, më mirë mbajtja e lekëve cash se sa për luajtur aksione, por ndoshta kjo javë që vjen, unë filtrimet i kam bërë, mishim pushim dje, jemi pushim të hënën, që kemi kohë deri të martën për të marrë ndoshta në një vendim. Po nuk është se kam një të preferuar për këtë javë. Çka që pëlqen të stocks, duket që sikur njerëzit hynë në stocks edhe vendosin ato stop losset edhe prandaj nuk kemi këtë rritje. Sepse nëse bie shumë i pak, marrin ato profitet dhe dalin rinë cash scrap. Domethënë që po akumulohet kapitali të pakën për një val. Po, atë po shikoj edhe unë që po këto kanë qenë këto idetë që kanë lëvizur këtu, që kam darë, janë lider. Kanë lëvizur për para e rëndësishme është që janë kompani shumë të mira, domethënë që kanë që ofrojnë ti çka, kështu që ja vlen të investosh pak në pat nesër. Po, dhe kjo RKLB-ja për shembull ka marrë support këtu dhe vazhdon për lart. Palantir pak support dhe vazhdon për lart. Gjatë kohës që Nasdaq-u dhe S&P 500 ka qenë në ulje. Këto 3-4 ditë të fundit, këto kanë qenë në rritje. Tregon fuqi relative kundër. Në qoftë se rritet S&P dhe Nasdaq, rriten edhe këto pak në atë. Po, më shumë. Ecë ky ghost capital që investojnë në të gjitha kompanitë, edhe rriten eventualisht. Po. Okej, po le me kaq këtë segmentin e aksioneve, s'do më loj indekset e tjera europiane dhe globale, sepse kanë ecur pozitivisht të javë, mund shohim një 2 qoftë. Kush? Tregjet europiane kanë ecur mirë këtë javë. Okej. Shikojmë DAX në Gjermanin, që ka bërë këtë ideja këtu është që ndoshta mund të jetë një V-shape rebound, por shumë vështirë për mendimin tim, një rritje të jashtëzakonshme këtu. 16% mrena masuljes. Kemi dhe tregun francez, që kompanitë më të mëdha franceze dhe ato në rritje, jo aq shumë se sa gjermanët. Tregu francez aktualisht më ka pëlqyer që nga janari se kam tregtu ja 2 aksione franceze, po dhe kjo në rritje. Anglia, FTSE 100, kemi dhe edhe kjo ka pasur këtë V-shape direkt bliet, sepse kam pasur ndoshta pak më shumë siguri se sa tregu amerikan në këtë situatë negociatash me Kinën dhe me tarifat.
Dhe që ka pak edhe BlackBerry, është duke interesant, ta kam bajtur në vëzhgim, ka sa më të shohin. Po, okay. Bas kësaj ulje, mund të bëjnë ai konsolidim këtu. Po, presni edhe më ato për të konsolidimin, ndoshta mund të kemi një prap të $4, $5. Po, okay. Shumë mirë, unë po dhe një alert këtu të kjo zona. 3.3. Shikojmë. Mund bëj një double bottom ndoshta me uljen e tregut, me që ulë tregu, ose mund bëj një konsolidim dhe pastaj një thyri. Kjo është si tip 3 kënçi këtu. Zonë konsolidimi. Okej. Kinezi, pati dhe kinezi ulje. Kinezi ka qenë shumë volatile, sepse nuk ka ardhur lajme, po. Po. Kinezi pati ulje. Ne tregtuam dhe dolëm, morë profitin ton dhe kaq. Kjo është tregtimi. Tash presim prapë. Tash futemi më për shumë para, të njëjtat nivele që u futën para 2 muajsh. Po. Me hym fuzin dhe profitin. Po. Okej, unë po lej me kaq segmentin e stocks dhe stocks indekset kryesore. Dhe po mendoj tani të hym te madhrat, te dollari, floriri dhe ca madhra të tjerë kryesorë si nafta dhe ti analizojmë në detaj. Fillojmë mirë me dollarin, sepse dollari ka qenë në një rënje të thellë nga situata. Sa dëgjoj të 110-a është very possible atë. Shumë të Forex. Po, eksakt. Kush na kanë dëgjuar këtu që po flisim atëherë që shikoi dollarin për short dhe ka tregtuar afat nesër. Ka bërë një kapital serioze. Ku tregtohen këto zakonisht Forexi tregtohet me X, 10x apo diçka tjetër. Ka rënë 10%, 10x i 100%. Unë kam marrë vetëm 4% këto kohët e fundit e kjo periudha këto. Edhe ne 4.6% profit me uljen e dollarit. Dollari për mendimin tim i duhet të gjej supportin te kjo nathënanda. Shikoj lëvizjen që kanë vënë këtu zonë historike që duhet të gjej support. Kjo rënje kaq e thellë, kaq shpejt është anormale dhe RSI-ja vet thotë që shumë i shitur, tani ku do shkojmë për mendimin tim rritet pak, do të 101, 102. Ideja është të Trumpi do sa më lirë dollarin që të marrë borxh sa më lirë. Kjo është ideja. Ndoshta do rri po aty dollari ose me ne çmim më të ulët këtë periudhë dhe pastaj ngrehet. Kjo ka qenë një nga arsyet pse dollari është ulur, që e përmendni edhe Yrdi. Po lejmë kaq në pjesën e dollarit, mbulojmë floririn, pastaj hym te ca mallra të tjerë. Okej. Unë personalisht po mendoj që dhe kam tregtuar short kundër trendit te kjo zona këto. Pa kam kap këtu lart te 3200 ca. Me ide që të shkonte më poshtë, shkoj 1% për poshtë, unë doja te 3000, ta kapte këtë zonë 3000-shës. Nuk doli, kam dalë me një humbje shumë të vogël që është diku te 0.2%. 0.28% këtu. Se kam kapur në top këtë kthimin. Tani do shikoj për një tregtim tjetër. Unë do ta bëj short prapë për veten time, se di për të enër. Edhe unë do ta bëj short. Një tregtim tjetër te kjo zona, që të kapem 3200, 3100 ose 3000. Unë du 3000. Të 10%. Këtu të flori, sepse është bërë shumë i blerë të gjithë oraret, kuptohet arsyeja, është situata Afrika e tregut, në gjërat e tjera, por është anormale kjo rritje. Duhet të bëj një ulje, për mendimin tim. Këtë po pres, është thjesht që kur do ta kapi momenti i dur që ta
ta në për poshtë. Silver dhe kjo pati një rënje me gjithë tregun e përgjithshëm, pastaj një rritje. Kjo nuk është që ka mbajtur atë qëndrimin e floririt, si metali çmuar. Ka ecur me gjithë tregun në përgjithësi. Nuk shikoj ndonjë shenjë këtu që për të blerë ose për shitur, mendoj që shumë jo stabil silver për të trajtuar problemet. zakonisht nuk më pëlqen silver. Nickel dhe kjo pati këtë ulje dhe pasaj këtë rritje, po prap të zona që ka qenë mesatarisht këtu. Është për të parë kjo zona, është 50 dhe kjo zonë, s'po më pëlqen e i gjë këtu. Kemi kopër, edhe këtë kjo rritje, dhe themi direkt shu, nuk më pëlqen asnjëherë që të traktoj kështu. Nafta po më pëlqen. Nafta më pëlqen dhe mu. Ti ke hyrë te oksi. Ta, te $40 kam hyrë. Po, Te 8 po mendoj të shikoj këtë zonë këtu për në hyrje. Në treg, prisja këtu, po nuk do. Nafta është nga që harxhosh më gjatë verës, sepse ambullon. Po. Ka më shumë fire të mëdha, kështu që ka më shumë shitje ndoshta. Po, ndoshta. Dhe shumë i shitur të RSI-a, faktorët e tjerë që ka thyrë zonën, strukturat. Por shenjë që ka kapur këtë zonën këtu. Është mirë për ta parë, për ta blerë këtu. Ose për blerë ndonjë aksion të naftës që mund të jetë oksi ose diçka tjetër që unë do shikoj gjatë javës. E mua oksi më pëlqen më shumë për shkak të dividendit edhe faktit që nuk është lëviz shumë si çmim. Po. Ka më të $10 edhe një profitim se vjet gota 40%. Kështu nga çmimi i qemit tash. Po. Kakao tani po bëhet i pëlqyeshëm prapë për mu. Ishte kjo vale këtu përpara, pastaj ulje, po të zona që kemi pasur më përpara, dhe do na vi konsolidimi. Do shikoj diçka në thyrjet e kësaj zone. Mund të kemi ndonjë zonë këtu për një lëvizje tjetër te kakao. Është për të parë se si do reagoj te kjo viza trendit, faktorë të tjerë, por konsolidimi më pëlqen shumë këtu. Unë do vetë research si është prodhimi i kakaos këtë vit. Se ta dim, si ta luajmë. Po. Do të bëjmë edhe ca kërkime të tjera. Pambuku, që ke mirë pambukun. Ka rënë, edhe kjo ndoshta është një në arsye pse ka rënë inflacioni, ka rënë çmimet e madhrave, kakao, gjëra të tjera. Kafja. Soybean duhet kjo. Oats, ja. S'ka ndonjë tjetër kakao, ndoshta është më interesante nga këto madhra, energjia, gazi natural, ta shikojmë pak. Besoj që kjo ka pasur qëndrueshmëri këtu. Është për të parë. Unë po shikoj VST-n, që është duke lidhur me sektorin e energjisë. Po. Si ide këtë javë. Është për të parë se si do na ecin në hapje. Okej, do një gjë tjetër për shtu këtu, Kleo, Irdi? Ja, është të grafton për këtë javë. Kemi dhënë që na vëduar podcast për javë të herë. Që unë mund të na ndjekë në Telegram, ne analizojmë çdo ditë aty, mund të bëjmë pyetje, çfarë ka nevojë. Na bëni subscribe në YouTube, like, comment, follow në Instagram, pasi ne edhe në TikTok Henry poston vazhdimisht, është edhe live, po thuaj se çdo ditë, diskuton për tregjet, kështu që pyesni kudo. Dhe diçka tjetër është që ka shumë scammers, kështu që bëni kujdes, mos paguani si gjë që nuk kërkojmë as pagesa asgjë, kështu që. Nuk ju shkruajmë kur, nuk ofrojmë
kurse ose më jep kaq lek, bëj kaq lek, ne ofrojmë vetëm një trajnim që ofron Henry, është diçka që duhet të flisni me ata personalisht. Po, që aktualisht ofrojmë vetëm diçka që mund të është nga Telegrami, që është grupi i falës, që kemi lidhur 1200 veta aty, që të hysh te Discordi, që është grupi privat, që jam unë, Kleo dhe ca nga çunat e tjerë që ndinë strategjin time dhe tregtojmë të gjithë në njëjtin themi strategji. Unë kam bërë këtë më shumë që ato që kanë interes të tregtojnë në njëjtin mënyrë se si tregtoj unë, të bëhen pjesë e grupit, por është një zonë që nuk du zhurmë. Ka kontaktuar ca njerëz që thojnë, po pse nuk e bëm me pagesë mujore dhe tyjmë dhe ne. Nuk e dua atë gjë sepse secili ka mendimet e veta për tregun dhe nuk du zhurmë. Duam të gjithë të tregtojmë në njëjtin mënyrë që edhe unë ta di që kur ndaj një ide tjetri e kupton. Dhe di ta tregtoj, ta menaxhoj situatën. Kjo është i vetmi shërbim që ofroj. Pastaj gjërat e tjera nuk të shkruajmë, nuk të kontaktojmë. Lexoj akauntin, emrin e akauntit që të shkruajnë se janë bërë shumë akaunte falso. Për shembull, mund vej një pikë, pastaj bëjnë Trade Casa Albania ose mund vejnë Trade Casa Albania me 2A, Trade Casa Albania me një numër 1 na mrapa. Nuk kemi ne nuk ju kontaktojmë nëpër media sociale. Duhet të bëni pjesë për mendimin tim bëni pjesë e YouTube-it që keni falas. Çdo informacion që ne do ndajmë këtu do zhvillohet dhe kanali në një nivel më të mirë nga shtatori dhe kënej me emisione të ndryshme dhe informacione të tjera. Dhe pastaj Telegrami që keni dhe Telegrami falas, mund merrni informacione aty, ide të ndryshme, analizat e mia çdo ditë, mendimet e Irit, mendimet e Kleos gjatë javës dhe shumë gjëra të tjera, se kemi dhe antarë tani që edhe antarët e tjerë, ka antarë të tjerë që janë shumë të aftë, që ndajnë idetë e veta, analizat fundamentale, mendimet, lajmet, dhe është bërë një komunitet që ndihmojmë njëri tjetrin. Nëse ta mbyllim me kaq për sot. Faleminderit Kleo dhe Irdi. Faleminderit. Mirupafshim.